Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, Hygerta rrëfeu një nga momentet më të veçanta dhe të papritura të jetës së saj, kur ajo u zgjodh Miss Albania në vitin 1995. Ajo kujtoi me emocion dhe pak habi se si e gjithë kjo ndodhi thuajse si një rastësi. Ishte rastësi që një mikesha ime ishte stiliste dhe më ftoi, tregoi ajo, duke përshkruar mënyrën se si ftesa e papritur ndryshoi rrjedhën e jetës së saj. Në fillim, Hygerta ishte e pasigurt dhe nuk donte të merrte pjesë. Ajo ndjeu një kombinim të dyshimit dhe skepticizmit, nuk doja të shkoja sepse kur garova në Durrës më hengren hakun, kujton ajo, duke treguar se kishte pasur eksperienca të vështira më parë në garat e bukurisë dhe se nuk ishte e sigurt se ajo vlente të provonte sërish. Por ftesa e mikeshës dhe rasti i çoi gjërat në një rrugë që Hygerta nuk e kishte pritur. Kur ajo vendosi të marrë pjesë, nuk e mendonte se do të kishte një sukses kaq të madh. Çdo hap ishte një përvojë e re, përgatitjet, provat, konkurrenca dhe atmosfera e garës ishin emocionuese dhe njëherësh të tensionuara. Por Hygerta tregoi se edhe pse kishte frikë dhe dyshime, ajo nuk e humbi vetë besimin dhe eci përpara me guxim. Momenti i shpalljes së fitueses ishte pothuajse surreal. Edhe sot nuk i besoj syve si kam fituar, tha ajo, duke treguar habin dhe gëzimin që ndjeu në atë çast. Ishte një kombinim emocionesh, lumturia e madhe, çuditëra dhe një ndjenjë krenarie që nuk mund të përshkruaj me fjalë. Fitoria e saj nuk ishte thjesht një kuror bukurie, ishte një dëshmi e forcës së saj për të përballuar frikën, dyshimet dhe konkurrencën. Hygerta rrëfeu gjithashtu se kjo fitore e ndryshoi jetën e saj në mënyra të mëdha. Ajo i hapi dyert e mundësive, njohjeve dhe eksperiencave të reja që ndihmuan të formohej si person, si profesioniste dhe si femër e vetëdijshme për aftësitë dhe potencialin e saj. Përtej kurorës dhe titullit, ajo përjetoi një rritje personale, duke kuptuar se guximi për të marrë pjesë dhe për të sfiduar vetveten shpesh sie. Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, Hygerta vendosi të hapte zemrën dhe të rrëfej një nga momentet më të dhimbshme të jetës së saj, humbjen e babait të saj. Me një ton të ndjeshëm dhe të trishtuar, ajo kujtoi datën që do të mbetet gjithmonë në mendjen e saj, 9 marsi. Ai ishte momenti kur jeta e saj mori një kthes të dhimbshme dhe papritur. Për 3 ditë, babai im vdiq, tha Hygerta, duke bërë që të gjithë banorët dhe shikuesit të ndjenin dhimbjen dhe humbjen e thellë që ajo po përjetonte. Hygerta tregoi se babai i saj vdiq në Shqipëri nga COVID-19, një humbje që la një boshllëk të madh në jetën e saj. Ai nuk ishte thjesht një baba. Ai ishte një mbështetje, një udhërrëfyes dhe një pjesë e rëndësishme e çdo momenti të saj. Humbja e tij ishte e menjëhershme dhe e dhimbshme. Varri i tij ishte i vogël, me pjesëmarrjen e vetëm 30 personave, duke treguar se koha dhe situata e vështirë e bënin këtë moment edhe më të dhimbshëm dhe të izoluar. Në ato çaste, Hygerta ndjeu se bota e saj u rrëzua. Humbja e babait, veçanërisht në kushte pandemie, ishte e vështirë për t'u përballuar. Ajo përshkroi dhimbjen e saj me fjalë të thjeshta por të fuqishme, humbja e parë, pa pritmas dhe pa mundësi për t'u përgatitur ose për t'i thënë lam të mirë siç do të donte. Ky humbje ishte jo vetëm një shok emocional, por edhe një moment që ndryshoi mënyrën se si ajo e shikonte jetën dhe marrëdhëniet brenda familjes dhe përtej saj. Hygerta tregoi se përveç dhimbjes së madhe, ajo kishte përjetuar edhe izolimin emocional që erdhi nga situata e pandemisë. Nuk kishte mundësi për të mbledhur me të gjithë të afërmit, nuk kishte funerale të mëdha dhe as moment për ngushëllim të plotë. Pjesëmarrja e vetëm 30 personave në varr ishte një kujtesë e hidhur e asaj kohe dhe për Hygertën, çdo detaj i asaj humbje është i paharrueshëm. Duke ndarë këtë histori brenda Big Brother Kosova, Hygerta tregoi një tjetër dimension të saj, forcën për të përballuar dhimbjen dhe kurajon për të ndarë emocionet e saj më. Hygerta rrëfen me sinqeritet dhe emocion historinë e saj personale, një rrugëtim që filloi me lumturi dhe përfundoi me sfida të mëdha. Ajo kujton se fejesa dhe fillimi i martesës ishin plot gëzim dhe shpresë. Ishim shumë të lumtur gjatë fejesës, thot ajo, duke përshkruar emocionet e asaj kohe, kur çdo ditë duke i mbushur me ëndra dhe plan të përbashkëta për të ardhmen. Por pas martesës, realiteti doli të ishte ndryshe. Problemet nisën të shtoheshin dhe jeta e saj u bë një sfidë e vërtetë. Hygerta e përshkruan këtë periudhë me fjalë të thjeshta, por të fuqishme. Pas martesës vazhduan problemet dhe mu bë jeta ferr. Nuk ishte vetëm zhgënjim. Ishte një përballje e vështirë me situata që testuan durimin, forcën dhe qëndrueshmërinë e saj.
Përballja me sfidat e çdo dite bëri që marrëdhënia të ndryshonte dhe, më në fund, rruga e tyre të ndahej. Megjithatë, nga kjo histori e dhimbshme, Hygerta nxori një dritë të veçantë, vajzën e saj. Kam një goce që tani është 19 vjeç, thot ajo me krenari dhe dashuri, duke treguar se pavarësisht vështirësive, ekziston një fryt i bukur dhe i qëndrueshëm i dashurisë dhe sakrificës së saj. Vajza e saj është një pjesë e saj, një dëshmi e jetës që vazhdon dhe e lumturisë që mund të gjendet edhe pas vuajtjes. Hygerta tregon gjithashtu se vajza e saj ka ndjekur rrugën e edukimit dhe zhvillimit personal. Ajo është në shkollë për psikologji. Një zgjedhje që pasqyron përkushtimin dhe interesin e saj për të kuptuar njerëzit dhe jetën më mirë. Ky është një arritje që sjell kënaqësi dhe krenari për Hygertën, pasi ajo shet tek vajza e saj një të ardhme të ndritur dhe një person të fortë dhe të vetëdijshëm, megjithse jeta e saj ka kaluar momente të vështira dhe ndarje që e lënduan. Hygerta e përshkruan lumturinë e saj të tanishme me fjalë të thjeshta por të fuqishme. Jam shumë e lumtur që kam atë fëmijë të mirë. Kjo lumturi nuk vjen nga pafajësia e së kaluarës, por nga përvoja, nga fuqia për të tejkaluar sfidat dhe nga mundësia për të në. Situata brenda shtëpisë së Big Brother Kosova po shpërthente në tension. Labinoti dhe Alba ishin përplasur hapur, dhe fjala homoseksual kishte ndezur një debat të fortë që askush nuk mund ta injoronte. Labinoti, i nxehur dhe i shqetësuar, nuk e fshehu asnjë sekond ndjenjen e tij. Neve në Kosovë na vret fort fjala homoseksual. Ti nuk ke të drejtë të përdorësh këtë fjalë ndaj nesh në këtë mënyrë, dhe as nuk duhet të bësh akuza të tilla. Tonit të tij i bashkëngjitej një ndjesi të thellë të drejtësisë dhe krenarisë personale, një reagim i natyrshëm kur dikush ndjen se identiteti dhe reputacioni i tij po sulmohen. Alba, nga ana tjetër, qëllimi i së cilës nuk ishte gjithmonë i qartë për të gjithë, kishte shprehur mendimin e saj pa menduar pasojat. Ajo kishte vënë në dyshim marrëdhënien dhe mënyrën e sjelljes së banorëve, duke i parë gjërat sipas perceptimeve të saj. Por reagimi i Labinotit tregoi se brenda shtëpisë çdo fjalë dhe çdo akuzë ka peshën e vet dhe mund të ndezë emocione të forta, të papritura dhe të pakontrolluara. Tensioni ishte i dukshëm të gjithë banorët e tjerë. Disa ndjenin shqetësim për mënyrën se si po zhvillohej përplasja, disa tregonin simpati për Labinotin, ndërsa të tjerë ndiheshin të bllokuar, duke mos ditur se si të ndërhynin ose si të ruanin paqen. Çdo fjalë e Albanës dhe çdo reagim i Labinotit u analizua dhe u komentua, duke krijuar një atmosferë të ngarkuar me emocione të përziera, indignim, frikë, kuriozitet dhe tension. Dialogu mes tyre nuk ishte thjesht një debat i ftohtë. Ishte një pasqyrë e tensioneve kulturore, sociale dhe emocionale që shpesh lindin brenda shtëpisë së Big Brother. Fjala që përdoret, mënyra se si shprehet dikush dhe perceptimi që të tjerët kanë për atë gjuhë, mund të shndërrohet në një konflikt të thellë që prek personalitetin dhe reputacionin e individit. Labinoti e bëri të qartë se disa gjëra nuk mund të interpretohen si lojë apo debat, ato kanë peshën e tyre dhe ndikojnë drejt për drejt mbi të tjerët. Alba. Sot, në primetimin e Big Brother Kosova, Edi u shfaq si një mbret i vërtet. I veshur me stil, me elegancë dhe me një prezencë që nuk mund të injorohet, ai tregoi jo vetëm bukurinë e jashtme, por edhe karizmën dhe personalitetin që e dallojnë nga të gjithë banorët e tjerë. Çdo detaj i pamjes së tij, çdo buzëqeshje, çdo lëvizje e tij, duket se është menduar për të treguar një kombinim perfekt të stilit dhe sigurisë në vetvete. Nuk është vetëm pamja, është prania që tërheq sytë dhe zemrat e të gjithëve, por Edi nuk është vetëm bukuri. Ai ka një karakter të fortë dhe të veçantë. Energjia që sjell brenda shtëpisë, mënyra si ndërvepron me banorët dhe aftësia për të qëndruar i qetë dhe i vetëdijshëm në çdo situatë tregojnë se ai nuk është thjesht një pjesëmarrës, është një forcë pozitive që ndikon në dinamikën e gjithë shtëpisë. Ai di si të krijojë lidhje, si të qetësojë tensionet dhe si të mbajë energjinë e shtëpisë të lartë dhe të gjallë. Çdo moment me Edi është një shfaqje e aftësive të tij, jo vetëm për lojën, por edhe për mënyrën se si ai bën që çdo shikues të ndihet pjesë e asaj që ndodh brenda shtëpisë. Ai ka një sens të jashtëzakonshëm humori, di të qesh dhe të bëjë të tjerët të qeshin, dhe në të njëjtën kohë të tregojë seriozitet kur situata e kërkon. Kjo kombinim i bën ai të veçantë dhe të paharrueshëm për të gjithë ne që e ndjekim. Prandaj, ju lutem, votoni për Edin. Çdo vot ka rëndësi dhe secila është një mundësi për të siguruar që ai të qëndrojë në shtëpinë e Big Brother Kosova. Le të tregojmë se e vlerësojmë jo vetëm pamjen e tij të jashtme, por edhe zemrën, karakterin dhe energjinë që sjell në çdo moment të lojës.
Ai meriton të qëndrojë, të vazhdojë të bëjë atë që di më mirë, të sjellë emocion, të krijojë momente të paharrueshme dhe të bëjë këtë edicion të Big Brother Kosova edhe më të bukur për të gjithë ne. Edi është një shembull i një banori që nuk shfaqet vetëm për spektakël, por për të treguar se si mund të jesh i vërtetë, i guximshëm dhe i brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, momenti ishte i mbushur me emocione dhe vendosmëri. Alba ngriti zërin, duke i bërë thirrje shtëpisë së vet, të jeni të qetë, ju dua shumë. Fjalët e saj nuk ishin thjesht një mesazh i zakonshëm, ato ishin një shprehje e hapur e ndjenjave, një përpjekje për të sjellë qetësi dhe siguri brenda një ambienti ku tensioni shpesh mund të jetë i lartë dhe i paparashikueshëm. Por pas këtij mesazhi të qetësisë dhe dashurisë për banorët e tjerë, Alba shfaqi një vendosmëri të fortë për atë që ndjente brenda vetes. Kjo femër që kam përballë, ashtu është, tha ajo me një ton serioz dhe të prerë, duke treguar respekt për karakterin e saj. Por duke lënë të kuptohet se kishte diçka që nuk mund të injorohej. Por mua do më ketë pranë dhe unë do ta nxjerr nga shtëpia, shtoi Alba, duke shprehur një vendosmëri të qartë dhe të pakompromis që tregonte se emocionet dhe vendimet e saj nuk ishin të rastësishme. Fjalët e Albanës krijuan një atmosferë të tensionuar, por edhe të ndjeshme. Banorët ndjenin intensitetin e momentit, disa me kuriozitet, disa me shqetësim dhe të tjerë duke u përpjekur të kuptonin se çfarë do të ndodhte më pas. Nuk ishte thjesht një deklaratë emocionale, ishte një strategji, një vendim i qartë dhe një paralajmërim se emocionet dhe lidhjet personale brenda shtëpisë mund të ndikojnë drejt për drejt mbi dinamikën e lojës. Alba tregoi se brenda Big Brother Kosova, çdo ndjenjë, çdo emocion dhe çdo vendim ka rëndësi. Nuk ka thjesht lojë strategjie, ka vend për ndjenja të sinqerta dhe për vendosmëri personale që mund të ndryshojë gjithçka brenda shtëpisë. Ajo nuk kërkoi aprovim, nuk kërkoi miratimin e të tjerëve, ajo vetëm e shfaqi të vërtetën e saj, duke treguar forcën e karakterit dhe vendosmërinë për të mbrojtur atë që ndihet e rëndësishme për të. Në momentin kur Alba foli, ishte e qartë se ajo nuk po luante vetëm një lojë. Ajo po tregonte se ka ndjenja të forta, se di të vendos kufi dhe të marrë vendime për atë që e preu. Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, tensioni po arrinte kulmin mes Albanës dhe Klodit. Alba nuk e mbante dot shqetësimin e saj dhe vendosi të shprehte hapur atë që kishte vënë re gjatë ditëve, mënyrën se si disa banorë lëviznin dhe si interaktonin me njëri tjetrin. Unë nuk fërkohem me askën dhe nuk hyj në shtrat me askën. Po ju shihni si fërkoni njëri me tjetrin, fsheheni në përcepa dhe futni duart njëri tjetrit poshtë, thoshte ajo me një ton të ashpër, duke bërë të qartë se nuk e pranonte këtë lloj sjelljeje dhe ndiheje shqetësuar nga ajo që po ndodhte. Fjalët e Albanës nuk ishin thjesht kritika, ato ishin një reflektim i perceptimit të saj mbi respektin dhe kufit personal. Ajo ndiheje shqetësuar jo vetëm për atë që po ndodhte, por edhe për mënyrën se si disa banorë dukeshin kur reagonin ose kur vepronin fshehurazi. Shiheni kur flisni si pederas, tha ajo, duke përdorur një term provokues për të nxjerrë në pa atë që ajo e konsideronte sjellje jo të pranueshme dhe të dyshim. Klod, në anën tjetër, ndihej i rrethuar dhe i tensionuar. Nuk ishte thjesht një koment mbi sjelljen e tij, ishte një sfidë që prekte reputacionin e tij dhe mënyrën se si të tjerët e perceptonin. Ai përpiqej të qetësohej, por presioni i Albanës dhe vëmendja e banorëve të tjerë e bënin çdo moment të ndërlikuar. Çdo shikim, çdo lëvizje dhe çdo heshtje merrte një kuptim të dyfishtë. Dhe kjo krijonte një atmosferë të ngarkuar dhe të tensionuar. Të tjerët në shtëpi ndjenin peshën e situatës. Disa përpiqeshin të ruanin neutralitetin, disa ndiheshin të irrituar nga mënyra se si tensioni po rritej, ndërsa të tjerë ishin kurioz dhe e ndiqnin çdo detaj me vëmendje, duke u përpjekur të interpretonin motivet dhe qëllimet e Albanës dhe të Klodit. Atmosfera ishte si një litar i tendosur. Çdo lëvizje e vogël mund të shkaktonte një shpërthim të ri të emocioneve. Ky konflikt tregoi diçka të rëndësishme për lojën brenda Big Brother Kosova. Marrëdhëniet dhe komunikimi nuk janë thjesht lojëstra.